Tashmë është zyrtare, Sherif Kallaku nuk është më futbollisti i Vllaznisë. Klubi Shkodran ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes me Teutën për transferimin e mesfushorit Fantazis, duke dhënë fund një prej çështjeve më të përfolura të merkatos së verës. Sipas raportimeve, kartoni i 28 vjeçarit i ka kushtuar klubit dorsak rreth 50.000 euro, ndërsa lojtari rikthehet tek Teuta, skuadër me të cilën ka fituar më parë edhe Kupën e Shqipërisë. Kallaku kishte rinovuar kontratën me Vllaznin vetëm pak javë më parë, por më pas bëri të ditur se nuk do ta vazhdonte aventurën në Shkodër. Ai nuk ju bashkua asnjëherë përgatitjeve të ekipit gjatë verës, ndërsa kuqeblut e kishin përfshirë fillimisht edhe në listën për ndeshjet e UEFA Conference League, duke shpresuar në një ndryshim të situatës. Në njoftimin zyrtar, Vllaznia falenderoi futbollistin për profesionalizmin, për kushtimin dhe kontributin e dhënë me fanellën kuqeblu, duke uruar suksese në vazhdim të karrierës. Faleminderit Sherif. KF Vllaznia njofton se ka arritur marrëveshjen me KF Teutën për transferimin e futbollistit Sherif Kallaku. Falenderojmë Sherifin për profesionalizmin, për kushtimin dhe kontributin e dhënë me fanellën kuqeblu gjatë kohës që ishte pjesë e klubit ton. Ju urojmë suksese në vazhdim të karrierës së tij sportive dhe e falenderojmë për gjithçka dha për Vllaznin. Suksese Kallaku. Me këtë transferim, Teuta siguron një përforcim me eksperiencë për repartin e mesfushës, ndërsa Vllaznia mbyll përfundimisht një kapitull që kishte dominuar merkaton e saj gjatë javëve të fundit.